Kush kishte dyshime se drejtësia e re nuk kontrollohet nga Edi Rama, seanca e sotme ndaj Ilir Metës i ve ka pak. Shikoni. Dy janë gratë që po e shantazhojnë Edi Ramën. Belinda Balluku dhe Mirlinda Karçanaj. Qofse për të parën e mbrojti vetë sepse e kishin në parlament dhe nuk ishte nga të shkonte, për të dytën doli garant se jeton të meqera, se ishte e varfër, e pam se si ishte, edhe në pamundësi për ta mbrojtur vetë, detyroi gjykatën e lartë të bënte një vendim unifikues, ku gjykata e lartë në shkeljet e ligjit, e cila maksimumi mund të rrezonte masën e arrestit, ose t'ia qenë gjykatës së apelit, mori vendim për masë. Gjykata e lartë nuk merr vendim për masë, pra nuk jep masë. Merr vendim për masë dhe gjykata më të ulta, por nuk jep vetë masë, dhe dha vetë masë. Edhe e la detyrim paraqitje. Sepse ky ishte urdhri i Edi Ramës. Ndërkohë, sot në gjyqin për masë ndaj Ilir Metës, nga njëta gjyqtare që gjysmore më vonë do shqyrtonte themelin, ndosën themel, nuk u pranua unifikimi e vendimit të gjykatës lartë për masat e paraburgimit. Dhe prokurori i kërkoi avokatit të jepte ai provat sepse duhet ndryshuar masa. Ndërkohë që vendimi i gjykatës së lartë unifikuesi për masën e detyron prokurorin të justifikojë masën. Dhe me këtë argument i ndryshoi masën e arrestit Mirlinda Karçanaj të Edi Ramës dhe Linda Ramës. Gjykata e lartë detyron prokurorin të justifikojë masën, ndërkohë prokurori sot Ilir Metës i kërkon avokatit të tij të justifikojë ndryshimin e masës. E kuptoni se me çfarë drejtësie kemi të bëjmë.